Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po takohemi me historinë e radhës. Këtë herë me historinë e Blerinës, një histori tronditse, por me një sakrificë shumë të madhe të një nënës. Në një mëngjes të zymë të dimri, në një fshat të humbur të Shqipërisë, konkretisht Malësisë, Novosela, fshati Novosel, ku qetësia të thyen shpirtin dhe varfëria vishet me emrin e heshtjes. Lindi një fëmijë që nuk do të kishte kur një jetë të zakonshme, dhe emri i tij ishte Alban. Djali vetëm i një gruaje të brisht, por me zemër më të fortë se hekuri, Blerina. Blerina nuk ishte vetëm një nënë, ajo ishte mburoja, gjaku, forca dhe fryma e atij djali. Jetoni në